Në Tetov u zhvillua me sukses trajnimi fetaro-shkencor organizuar ndërmjet Basisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë për Çështje Fetare të Mbretërisë Arabisë Saudite. Ky aktivitet është pjesë e marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar një vit më parë mes Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj dhe Ministrit për Çështje Fetare, Thirrje dhe Udhëzim të Mbretërisë Saudite, Dr. Abdulaziz bin Abdul Latif Al Sheikh. Qëllimi i këtij bashkëpunimi është thellimi i marrëdhënieve në fushën e arsimit fetar, shkëmbimi i përvojave si dhe fuqizimi profesional i imamëve, hatibëve, muezinëve dhe të gjithë punonjësve fetar. Panelist në këtë trajnim ishte Dr. Ahmed Al Musheki, i cili përmes ligjëratave dhe diskutimeve solli perspektiva të vlefshme mbi sfidat bashkëkohore të thirrjes islame dhe rolin e fesë në shoqërinë moderne. Në trajnimin e sotëm morën pjesë mbi 60 në punës fetar nga Muftinia e Tetovës. Programi u hap me lexim Kurani nga Hafiz Idris Osmani, ndërsa u moderua nga referenti i Muftinisë së Basisë Fetare Islame në Tetov, Magjistri Idris Efendi Idrizi. Me fjalë përshëndetës u paraqit muftiu i Tetovës, Dr. Hafiz Selver Efendi Xhemaili, i cili falënderoi Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj dhe drejtorin për marrëdhënie me botën arabe, Haxhi Ismet Efendi Ademi, për përzgjedhjen e Muftinisë së Tetovës si një koqire të këtij trajnimi. Ne edhe në vitet e kaluara, në veçanti gjatë muajit të Ramazanit, kemi patur projekte të përbashkëta dhe mendojmë, jemi të bindur që kanë patur rezultate të mira në dobitë e jetës fetare këtu te ne dhe më gjerë në Ballkan. Në veçanti në botën shqiptare të aty kështu, janë raporte të mira me Arabinë Saudite, në veçanti me Ministrinë për Çështje Fetare Islame. Andaj shfrytëzojmë nga rasti që t'i falenderojmë delegacionin nga Arabia Saudite që kanë përzgjedhur aktivitetin e radhës ta zhvillojnë këtu në Maqedoni. Në veçanti falenderojmë që kanë përzgjedhur në vijë institucionale me Bashkinë Fetare Islame të realizohen këto aktivitete. Ne jemi të bindur që kjo nuk është e para dhe e fundit, por është një seri aktivitete që do bëhen besojmë në të ardhmen dhe krejt me qëllim dhe me dëshirën që të sjellin diçka pozitive në avancimin e jetës fetare këtu te ne. Do ta thoja edhe këtë, pavarësisht se është quajtur kështu titulli këtij eventi, këtij aktiviteti, ne jemi të bindur që çdo një ligjërat, çdo një takim shkencor i ka dobitë e veta, qofshin ato në dialogje të përbashkëta që mund të zhvillojmë me delegacionin që kemi këtu prezent, por qofshin edhe që është një sebeb që ne takohemi kështu si hoxhallar dhe kemi mundësi edhe të bashkëbisedojmë edhe të zhvillojmë ta them kështu një hallqarje, do të thonë qarjen të hallave tona, por arsye se të gjithë jemi të kyçur në jetën fetare, secili nga këndvështrimi i vet ka mundësi të kontribuojë për zhvillimin e jetës fetare. Në përmbyllje të aktivitetit, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj shprehu mirënjohje për Ministrinë për Çështje Fetare të Arabisë Saudite, si dhe për mbretin Salman bin Abdulaziz Al Saud dhe trashëgimtarin e frontit Princi Muhammed bin Salman, për përkrahjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm në forcimin e vlerave fetare, arsimore dhe shkencore. Ne, elhamdulillah, marrëdhëniet tona të hapura me të gjithë faktorët e Mbretërisë së Arabisë Saudite kanë kontribuar mjaft që të jemi afër njëri tjetrit, të jemi vëllezër dhe të vërtetojmë në praktik ajetin e të madhët Zot, innamal mu'minuna ikhwa, ose wa ta'avanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'avanu 'alal ithmi wal 'udwan. Nga ky bashkëpunim kemi dobi të gjithë ne, pjesëtarët e Islamit në Maqedoni, që ne shpesh herë themi se jemi 1 milion musliman në Maqedoni, me 750 xhami, me 1500 imam, me 5 shkollat mesme islam,
me mbi 500 medrese për fëmijë, me fakultet të shkencave islam, me shoqat humanitare Hilal, me agjencion të sistemit halal, me profile të ndryshme shkencore, fetare, akademike, me student të cilët kanë kryer në shumë vende arabe, në veçanti student nga universitetet e qendrave të Mbretërisë Arabisë Saudite, duke filluar nga kryeqyteti Riyadh, vendet e shenjta Mekka dhe Medina dhe më gjerë. Dhe se këta kuadra bashkë me kuadrat e vendeve tjera janë baza e fuqishme në prezentimin e islamit jo vetëm në Maqedoni, jo vetëm në Ballkan, por në gjithë Europën, deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Australi, Skandinavi e kështu me radhë, ku kemi mbi 200 qendra islamike ku e prezentojnë në mënyrë jashtëzakonisht të matur dhe të bukur vlerat e islamit te besimtarët jo vetëm të Maqedonisë, por edhe nga vendet e tjera. Ky me siguri shkëlqësia e ty ministri shumë bukur e ka kuptuar se këtu në Ballkan jemi një popull i vogël, por me detyrë dhe mision shumë të madh. Këtu në Ballkan ne prezentojmë vlerat e islam dhe i tregojmë Ballkanit dhe Europës se islami është në të katër anët e botës prezent dhe ne kemi misionin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, sepse delegacioni i Muhamedit alayhi salam arriti deri te Herakliti, u kthyen prap pa u vazhdu mision, dhe ne kam bindje, shpirti im thet se ne kemi marrë shtafetën, detyrën, misionin nga delegacioni i Muhamedit alayhi salam dhe konsiderojmë veten si delegacion i Muhamedit alayhi salam në Ballkan dhe Europë. Dhe mu për këte ne i japim rëndësi të veçantë shumë bashkëpunimit me Mbretërinë e Arabisë Saudite, sepse Arabia Saudite është ajo që ka kujdes për gjithë muslimanët e botës, kudo që jetojnë ata në gjitha kontinentet. Dhe investimet e saja për përhapjen e islamit janë jashtëzakonisht të mëdha, saqë ka kujdes edhe këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne deri më tani kemi të premtuar edhe një projekt të madh të qendrës islame në Shkup. Dhe ministri na ka premtuar që ta gjejmë vendin dhe pastaj investimi nuk është asfarë problem. Mos flasim për student në fakultetet të ndryshme të Arabisë Saudite. Ne muslimanët e Maqedonisë dhe të Ballkanit e dim shumë mirë rolin e madh rajonal dhe ndërkombëtar të Arabisë Saudite, si në aspektin fetar, po ashtu në atë ekonomik, diplomatik, dhe Arabia Saudite sot është një faktor i shkencës, i dijes, i kulturës, i ekonomisë, i paqes, i tolerancës, i dialogut ndërfetar dhe i tregon botës se Islami është fe e besimit në et-tauhid, është fe e dijes, është fe e moralit, është fe e familjes së shëndosh, është fe e zhvillimit dhe përparimit, dhe në këtë mënyrë
Mbretëria e Arabisë Saudite sot udhëhiqet me këto parime dhe prezanton Islamin në nivel botëror. Andaj, ky takim dhe ky prezantim para nesh, vëllezër e miq të dashur, është shumë i dobishëm, si për nga forma, po ashtu edhe për nga synimi dhe qëllimi. Pjesëmarrësve ju ndan certifikata për pjesëmarrje, ndërsa delegacioni nga Arabia Saudite ju dorëzua një plaketë mirënjohje nga NRS Ulelemas në shenjë falënderimi dhe vlerësimi për kontributin e dhënë. Ky trajnim shënon një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të mëtejshëm të bashkëpunimit fetar dhe shkencor ndërmjet dy institucioneve vëllezërore.